Ballon Nuk d'Or ka Berisha. kthyer përgjigje. Mundet që dhe të futet. Po deri tash nuk ka kthyer përgjigje. Jo, ka thënë që përballjen e ka çdo ditë sy më sy dhe janë ato daljet e mëngjesit. Megjithatë, përtej dy figurave kryesore të partive, zoti Brau këtë radhë në sken paktën më shumë viral se kushdo është bërë zoti Basha. Si duke I kujtuar zotit Rama në fakt se ku I ka shokët. Dhe duket që kjo është refreni që ka ardhur më shumë. Pyetja e parë që kam duke u ngacmuar pak nga Basha është, a ka zoti Rama shok vërtet në politik? Në politik, jo vetëm zoti Rama, po kudo, ku bëhet politik, nuk ka shok. Ka vetëm interesa, ka grupime interesash, të përkrahas sot, që të më përkrahas nesër, nuk ka shok në politik. Disa prej tyre, zoti Basha ja kujton që janë me këmishën via të 313-a. Jo, e ka gabima I se ka provuar akoma se që më bajnë ke 313-a. Nuk ka më këmisha via, ka gjëra tjera. Çfarë ka për shembull? Mund na tregoni? Na ishini ndonjë kuriozitet? Tashti rrinë në morojnë qimet e batanijeve atje. Mirë se kanë kohë, mund të bëjnë edhe këtë. Mirë, sepse ka shumë zhvillime që vinë nga politika, zoti Brau, dhe ju kishit munguar në frontline prej disa muajsh. Gjithashtu, zoti Meta kërkon një mandat nga Burgu, nga Qelia, 5 këtë radhë. Mendon që në 11 maj mund të realizoj këtë objektiv? Dhe sa juridikisht, nëse mund na shpjegoni pak sa I vlefshëm do t'ishte një mandat kur është në një proces gjyqësor. Tashti nuk e pengon që ne I burgosur, që ai të hynë lojën elektorale. Si ka bërë sapet, them që është pa e sape. Megjithatë, ai ka problemin kryesor. Në qoftë se gjykata do ta shpallë fajtora do. Nuk e ushtron dot drejtën nëse do ta marrë mandatin. Me vendim në formës prerë. Do bëj dënimin. Shumë e thjeshtë. Si arriti Partia e Lirisë në këtë situatë që është sot? Një provogatore më pyet mua se më lidh me Metën. Jo, nuk të lidh me Metën. Po I marrë të gjithë në një... Kam 8 vjetë jam darë me ta. Qarkullim të gjithë personazheve. Që kur më tha do bëj koalicion tha me Sali Berishën. Thash miru pafshim, vazhdo koalicionin turp të kesh, I thashe, ne lidhëm si pajti e majtë, bilem, të majtës. Ti do vesh me Sali Berishën, po për fatin tim, unë s'kisha qenë asë njerë deputeti LSI-s. Po, se gjithmonë të ke qenë të listat e Partisë Socialiste, dhe shumë sot nga Partia e Lirisë kanë kaluar atë kufirin mes një të majtë si Partia Socialiste dhe vetë Partisë Lirisë. Mi një tjetër ndarje ka bërë edhe zonja Kryemadhi, nuk ka shprehur në një insistim më tej për çështjen e divorcit, por nga ana tjetër sot një deklaratë shumë e fortë që ka bërë zonja Kryemadhi në dyert e Spakut, ka qenë në lidhje me rrëmbimin e ka cilësuar ajo të Ilir Metës nga Yuri Kim, si një hakmarrje, si një urdhëres e ish ambasadores. Sa qëndrojnë realisht to akuza? Rrëmbim? Rrëmbim është arrestimi, I referohemi arrestimit, sepse e quajnë rrëmbim. Kur është arrestuar Ilir Meta, Yuri Kim si ishte fare këtu. Ishte një vit që ka ikur. A ka ndikuar? Nuk e di. Ka ndikuar, po se beso. Yuri Kim ka marrë një pozicion ekstra dhe shi.